Po, shumë shpesh e ndëgjojmë si po e them llafe rrugësh që e ndajmë shoqënia me njëri tjetrin është ja kom një seancave te një psikolog, pa ai nuk më ka shkruajt mu barna. Kto është ai çalimi, ta themi, i hapësirës mosbesuese ndaj një tretmani që e marrim. Është kulturore, njerëzit që kanë probleme, edhe shëndetësore, edhe të natyrës psikologjike janë të prirur me u drejtu te doktori. Po. Domethënë e kanë atë termin ma zgjeruar edhe presin që me marrë diçka. Po. Ka raste kur edhe prej neve kërkojnë klientat me bën terapi dhe ne duhet ju sqarojmë, sepse qëllimi është që klienti ta kuptoj se terapia gjendet brenda tij dhe psikologu ka me ndihmu që ai me marrë jetën, me gjetë mënyrat, me gjetë format për me te i kalu vështirësinë, edhe mos jetë i bazum në faktorin e jashtëm. Po, gjithmonë të e pa edhe patologjinë pas një vlerësimi, domethënë. Po. Që marrjes, po. Për me ditë a është e nevojshme, nëse nuk është i marrë terapi, nëse është e udhës me referu të psikiatri, atëherë edhe na i referojmë të psikiatri. Por kur është simptomatologjia zbet, kur pacienti ka shqetësime natyrës më të lehtë, atëherë edhe me psikoterapi rezultatet janë të mira. Do me thonë që ta kenë të qartë audienca, ka raste në shumicë që tretimi mund të bëhet i suksesshëm dhe shërimi i plot pa medikamente. Apo? Kur s'kemi të bëjmë me një smundje kronike, kur s'kemi të bëjmë me një simptomatologji të shprehur me intensitet lartë, atëherë mund të themi se ka rezultate të mira dhe pacientat shumë shpejt e marrin vetë.